shumë shpesh sot akuzohet Partia Komuniste që e bëri luftën për pushtet. Të gjitha forcat politike luftojnë për pushtet. Pra, synojnë vinë pushtet, nuk është mëkat të duash pushtetin. Mëkat është të zgjedhësh rrugën e gabuar për të ardhur në pushtet. Dhe këtu përsëri mund të bëjmë një ndarje shumë të qartë që pavarësisht karakterit që mori regjimin pas luftës së dytë botërore në Shqipëri, Partia Komuniste në programin e saj kishte luftën ndaj pushtruesit, çlirimin e vendit dhe më pas instalimin e regjimi demokratik popullor, i cili sikurse e dim, më pas do të merrte një formë tjetër, por që kjo është një çështje tjetër, pasi lufta duhet ndarë pas dy periudha historike të ndryshme. Ndërkohë që ajo që e bën marrëdhënien e shqiptarëve gjatë këtij konflikti është pikërisht punimi që bën pala tjetër, pra e kryesuar temi nacionalistët në ombrellën e ballet kombëtar, si forca më e madhe politiko-ushtarake e këtij krahu, që bën me ushtrinë gjermane. Pra kjo gjë është e mirë dokumentuar dhe pikërisht këtu buron dhe ende dhe sot e kësaj dite mosmarrveshjet mes shqiptarëve. Pasi tendenca është hera herës për t'i paraqitur të dyja forcat si forca që si luftarë të lirisë. Në fakt nuk janë të tillë të dyja forcat, pasi për njërën palë kjo vlen për ushtrinë partizane, po jo për palën tjetër.